Taksave që sot rëndojnë te karburantet janë para të cilat në letër shkojnë për mirëmbajtjen e rrugëve, por që të gjithë shqiptarët po i shohin se si qeveria i mirëmban rrugët, të cilat janë shkërmoqur në të katër anët e vendit, para në fakt të cilat shkojnë edhe për të paguar verën 33.000 euro Romane Konti të Edi Ramës, kundërkohë shqiptarët e thjesht dhe të ndershëm me zi shtyn ditët me të ardhurat mizerabël. Konflikti që ka nisur tashmë në lindjen e mesme, edhe sipas parashikimeve të ekspertëve dhe Konf Industrias, do të sjellë një rritje të mëtejshme të çmimit të karburanteve. Ndaj, në këtë kontekst, grupi parlamentar i Partisë së Lirisë depozitoi sot projekt ligjin për uljen e çmimit të karburanteve, sepse jemi përpara një situate të ngjashme me atë të vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë që solli si pasojë edhe rritjen e çmimit të karburanteve dhe rrjedhimisht të gjithë mallrave të konsumit.